Ky muaj nga veçoritë kryesore të tij janë që është muaj i përzgjedhur i Allahu xhalleshanahu, mirë po krahas kësaj, Allahu xhalleshanahu këtë muaj e ka veçuar si muaj në të cilin hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenamit, dhe në këtë muaj shejtani vendoset në pranga. Gjithashtu në këtë muaj ekziston një natë e cila është më e vlefshme se sa 1000 muaj. Gjithashtu nga veçoritë ose karakteristikat e këtij muaji të madh të Ramazanit është që ky muaj grumbullon të gjitha veprat e mira të cilat mundet me i bë robi për të madhin Zot. Ky muaj ka në vete faljen e namazit, ka në vete agjerimin, ka në vete të njëjtën kohë edhe mbajtjen e lidhje farefisnore. Ky muaj mbart në vete edhe sadakan, edhe lëmoshën, edhe ndihmën ndaj të varfërve. Ky muaj gjithashtu grumbullon gjitha veprat dhe punët e mira të cilat mundet me i bë robi për të madhin Zot. Ky muaj ose këtë muaj i madhi Zot e ka veçuar për shkak se në këtë muaj duaja apo lutja e ka një status të veçantë tek i madhi Zot xhalleshanahu. Allahu xhalleshanahu në ajetet e agjerimit në surën Al-Baqara, kur fol për duan, Allahu xhalleshanahu thot: nëse robët e mi pyesin për mua, thuaj un jam afër. I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet mua. Gjitha ajetet tjera ku Allahu xhalleshanahu e përdor të pyesin ty, çdo herë është përgjigjja thuaj, kurse tek ajetet e agjerimit Allahu xhalleshanahu nuk i thot pejgamberit alayhis salam thuaj, mirë po Allahu xhalleshanahu thot un jam afër. Edhe kuptohet nga kjo që nga veçoritë e Ramazanit është që nuk ka perde apo nuk ka pengesë mes lutjes së robit edhe pranimit nga ana e madhit Zot, mirë po pranimin nga ana e madhit Zot është në mënyrë automatike për këtë punë dhe këtë vepër kaq madhështore. Do të thotë nga veçoritë e Ramazanit është që lutja e robit pranohet edhe Allahu xhalleshanahu e pranon atë në mënyrë automatike. Gjithashtu nëse e shohim Ramazanin, ai duket një ibadet pasiv. Mirë po nuk është ibadet pasiv, për shkak se në këtë muaj krahas gjitha veprat tjera cilat i bojna për të madhin Zot, e kemi edhe sadakatul fitrin, i cili në farforme grumbullon edhe ndihmën edhe përkrahjen ndaj nevojtarve, edhe ndaj atyre të cilët e meritojnë ose ka nevojë për mbështetjen tonë. Gjithashtu nga veçoritë e muajit të shenjtë Ramazanit është që Allahu xhalleshanahu e ka bë edhe agjerimin, mirë po edhe namazin këtë muaj, do të thotë namazin e taravive, Allahu xhalleshanahu i ka bë si shkaktare për faljen e mëkateve. Pejgamberi alayhis salatu wassalam thot: ai i cili e agjeron Ramazanin me bindje dhe me shpresë të madhin Zot, po të njëjtën kohë edhe ai i cili e fal namazin e taravive, atij do t'i falen mëkatet dhe gjunahet e kalume. Pejgamberi alayhis salam për këtë muaj kur ka fol ka thënë që agjeruesi i ka dy gëzime. Gëzimi i parë është në momentin kur ai ban iftar, për shkak se e ka kryer një obligim ndaj Zotit, kurse gëzimi i dytë është kur ai e takon të madhin Zot, për shkak se për agjerimin Allahu xhalleshanahu ka bë shpërblim pa hesab, edhe thot çdo vepër i takon birit të Ademit, me përjashtim të agjerimit, ai është për mua dhe unë shpërblej për të. E los të madhin Zot ta pranoj çdo punë dhe çdo vepër të mirë, agjerim të lehtë dhe të pranuar tek i madhi Zot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.